do marrim makinën e plenave e do ta udhim ke bashkia, se pagojmë taksat, sa herë morim frym pagojmë taksat. Nuk kemi këtu për arsye politike, nuk kemi me Partinë Demokratike këtu. Ne këtu kërkojmë, jemi gjithë, mos them që mund të jetë 100% socialist. Ka mbi 3 vjet që nuk hapen balkonet dhe dritaret këtu në këtë zonë. Prej disa vitesh banorët që jetojnë rreth e qark i shparkut autobusëve në Durrës bashkëjetojnë me erën e rëndë dhe rrezikun që mbart niveli i lartë i ndotjes ambientale, që shkaktohet nga mbetjet urbane, të cilat depozitohen në territorin e pikës së përkohshme të grumbullimit. Situata sipas tyre është bërë e patolerueshme dhe për këtë arsye ata zhvilluan sot një protestë, madje tentuan të bllokojnë dhe hyrjet e kamionëve. Ne jena banor të kësaj zones, nuk kapim dot penxheret sepse është një erë që nuk durohet. Ne këtu porisim fëmijët tanë. Këtë shtëpi e kena bler me tjerës, s'na ka fal kush. Kështu që bashkia të marrë masat të largohet sa më parë plera nga këtu. Kjo ka 6 vjet që kemi bërë në ankesë në çdo institucion dhe nuk janë marrë masa asnjëherë. Përgjithë institucioneve edhe në telefon që kanë folë me këto, janë plena ditore, thotë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që këto plena vinë dhe ikin. Do s'ikin kur. Ka 6 vjet që vinë plena këtu. Kjo që ndodh këtu, kjo nuk ndodh në asnjë vend botë. Erë keqe, pastaj në orën 3-4 fillojnë punë, s'ka shans më hap as dritar as dyre. Unë dua që të largohen këta veturina, që të viun me fëmijët e mi nga jashtë që të jetoj këtu. Nuk po durojmë dot më, nuk po jetojmë dot. Jemi me dyrë e dritarë mbyll. Ju keni bërë disa herë ankesa si komunitet, cila ka qenë përgjigje nga institucionet? Asnjë lloj përgjigje. Nuk kanë marrë asnjë lloj mase. Na ikin plerat nga këtu. Kam 2 vjet që kam marrë jetoj këtu dhe sinqerisht është bëhet mëshme të dalësh mëngjes, erë plera, të vish në darkë në shtëpi vetëm erë plera. Në këtë pikë grumbullohen plerat e mbledhura në vend depozitime të ndryshme të Durrësit nga mjetet e vogla të ndërmarrjes së shërbimit komunal. Sipas banorëve, mbrëmjen e së mërkurës janë evaduar sasi të mëdha mbetjesh nga mjetet e bashkisë dhe shkak, sipas tyre, është bërë protesta e paralajmëruar e tyre. Për rreth 300 familje që jetojnë pranë kësaj pike, jetesa këtu është bërë e pamundur. Madje dhe ecuria e sipërmarrjeve private vihet në diskutim për shkak të nivelit të lartë të ndotjes. Kam një pallate, kam çuar me qira 4 vite, të gjithë komentet që më lënë, të gjitha mesazhet që më lënë, është era e keqe. Në një kohë kur propagandohet për një kujdes të shtuar për një qytet të pastër nga institucionet lokale, realiteti që ka përdit para syve komuniteti i kësaj zone flet shumë qartë për rrezikun që i kanoset nga ky hotspot ambiental në mes të një zone të banuar.